O, ta jo more të keqeno, o, na mbytën more mashtrusa ato. Ora po qapo bedhere, qapo bedhere, qapo bedhere. Kjo video vete pikërisht për ju, shqiptarët e Shqipërisë. Janë disa persona që mere me reklama, që mere me marketing, shumë mirë bëjnë, për ta pasjuruar biznesin. Kohët e fundit në rrjetet sociale, lamalam për patentat gjermane, për t'i kthyer nga shqiptare në gjermane, për ju që jeni në Spanjë, për ju që jeni në Itali, për ju që jeni në Greqi, për ju që jeni në Belgjik, për ju që jeni në Holland. Kujdes, o ju persona, o ju miq, o ju vëllezër, o ju shqiptarët e mi. Kujdes me reklamat që bëni, për ju që ktheni patentat nga shqiptare në gjermane. Mundoni mos mashtro, mos gënje, sqaro e mirë vllajën tënd nga Shqipëria për të kthyer patentën nga shqiptare në gjermane. Sa do kollitet, si është puna e rezidencës, sa ko do presësh, bëhet kontrat pune, s'bëhet kontrat pune. Kujdes, ajo patent që merr ti në Gjermani, kthehet në vendin tënd kur ke ti letrat, po apo jo? Se kohët e fundit kanë filluar kujdes, do vi ora momenti që edhe policia gjermane do të ve gishtin mbi i. Kujdes, me të njomin përvëlo dhe digjet e i thati, dhe nuk do të ashtë do të kaposhin e vitit 3 dhe baklavan. Prandaj, ju që merreni me këtë punë, shumë mirë bëni, që ndihmoni, që orientoni shqiptarët tanë, por mundoni të jeni të qartë dhe të sakt. Jo more lekët e xhepi dhe miru pafshin kalofsh mirë. E di ke qendajua, unë ju përshëndes, kalofshit sa më bukur, kujdes nga mashtrusat. Nipçe, o loti bukur i dajo.